Nëntori na sjell një epizod shumë veçantë të podcastit në rjet, një mysafire që është përmendur në çdo epizod në një formë apo formë tjetër, një emër që është i lidhur ngushtë me zhvillimin e basketbollit, misionin e basketbollit, me një sot sekretarja e përgjithshme e Federatës Basketbollit, Elvira Tushku. Elvira, mirë se erdha. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën, me qenë mysafire e podcastit, platformë të cilën kemi lansu në fillim të këtij viti, e platformë e cila është e hapur për gjithë komunitetin e basketbollit, edhe në një mënyrë tjetër të gjithë ata që kanë kontribuar dhe po kontribuojnë në zhvillimin e basketbollit me u ndihmu zëri. Pra për neve është shumë kënaqësi që jemi edhe organizata e parë sportive që kemi lansu një platformë të tillë. Faleminderit shumë për këtë fjalë që po i thua për podcast. Elvira, çush je? Mirë. Mirë? Mirë po shkojnë, është ka fundi vitit, projektet janë duke u përmbyll, jemi duke po plane për vitin 2026, jemi duke përgatitur për laureatët, shpallën e laureatëve për vitin 2025, kështu që fundi vitit pak ngarkesë, por megjithatë është kënaqësi kur e din që po realizon diçka që ke punu gjatë tërë vitit. Jemi afër fund vitit, me cilat fjalë do e përkufizoj vitin 2025 për Federatën e Basketbollit. Aha, okay. Atëherë kisha filluar me stabilitet, me vazhdu me zhvillim edhe pastaj me integritet. Pse po i them këto fjalë është që Federata e Basketbollit Kosovës tash sa vite mundohet me fuqizu si organizatë profesioniste, po për herë të parë këtë vit, pra në vitin 2025, jam duke ndiqë që kemi kriju një stabilitet në zyrën ekzekutive, po edhe në komunitet në përgjithësi, edhe kjo vazhdon më tutje, pra me zhvillim të basketbollit në përgjithësi në të gjitha sferat, qoftë edhe në fushën e lojës, po edhe në aspektin e organizimit të klubeve, shoqatave, të gjithë anëtarëve tonë, edhe me integritet është që basketbolli është sport i pastër, edhe deri më tani jemi veçuar një prej sporteve më të organizuara dhe më me integritet, edhe arsyeja pse përmenda integritetin është jemi federata e parë sportive në Kosovë, e cila edhe ka lansu politikat e mbrojtjes, fal një projektit të Bashkimit Evropian, kështu që për mua është shumë e rëndësishme që kemi arritë edhe po vazhdojmë që komunitetin tonë me bo sa më të sigurt. Kjo për neve është shumë e rëndësishme. Viti 2025 ka qenë shumë dinamik, ashtu siç po e potencon edhe ti, por edhe kemi pa vazhdimisht gjatë krejt vitit. Por cili është aktiviteti më i rëndësishëm cili ka ndodhur në vitin 2025 në Federatën e Basketbollit? Përmendë politikat mbrojtëse krahas kësaj. Në fakt janë disa momente që e karakterizojnë deri më tani vitin 2025, edhe një prej tyre edhe që është më e rëndësishme, edhe që është një flagship i Federatës Basketbollit të Kosovës është Procredit Superliga e Kosovës, e cila tashmë është duke u zhvilluar çdo herë më shumë në aspektin organizativ, jemi duke krijuar gjithmonë standard më të lartë, edhe kjo po tregon edhe meritjen e shikueshmërisë me interesimin e sponsorëve, jo vetëm në drejtim të Federatës Basketbollit të Kosovës, por edhe në drejtim të klubeve të cilat janë pjesë e Procredit Superligës, kështu që për neve është shumë e rëndësishme që të vazhdojmë ta fuqizojmë Procredit Superligën. Tjetra gjë e rëndësishme që ka ndodhur gjatë vitit 2025, edhe një prej platformave të rëndësishme është që kemi lansu basketbollin 3.0, që ja kemi qitë një mision veti që me pa drejt vitit 2030, është një platformë e cila kami përfshi të gjitha projektet më të rëndësishme të federatës, dhe që kemi fokusu sa më shumë me zhvillu edhe më tutje. Kështu në një farë mënyrë kemi obligu edhe veten që deri në 2030 na kena me punu shumë për me zhvillu basketbollin, dhe normalisht i këtona nuk kena me bo vetëm si federatë e basketbollit, po kena me bo bashkëpunim me komunitetin tonë. Tjetra është strategjia 2026-2030, të cilën kemi fillu me hartu me FIBA-n, kemi punu disa muaj me radhë deri në fund vitit, besoj se do ta lansojmë, dhe më pas në mars të vitit të ardhshëm do të miratohet nga kuvendi, që është organi më i lartë i Federatës Basketbollit të Kosovës. Në kuadër strategjisë 2026-2030 është strategjia tjetër e basketbollit 3x3 për zhvillimin e basketbollit 3x3 drejt lojrave mesatare për vitin 2030. Do të flasim gjatë këtij episodit për shumë gjëra që e prekin vitin 2030, kështu që nuk po i themi gjitha. Njëra ndër fjalë që karakterizon Federatën e Basketbollit është partneriteti. Elvira, si e ka ndërtu Federata e Basketbollit partneritetin, këtë kulturë bashkëpunimi me partnerë si T-Banka, Procredit Banka, Art Motion, Iliria, Sava, dhe lista është kogja e gjatë, them drejtën. Në fakt, na jemi shumë të lumtur që këtë vit po e festojmë 10 vjetorin me partnerin ton strategjik, që është Banka TEB, e cila tash 10 vite është partner strategjik i Federatës Basketbollit, ka filluar me mbështetjen e ligave të gjeneratave të reja për 2-3 vitet e para, dhe më pas kemi fuqizuar me mbështetjen e përfaqësuesve Kosovës A, dhe më pas kemi vazhduar me mbështetjen e përfaqësuesve të reja dhe në të dyja konkurrencat, dhe së fundi edhe me përfaqësuesin A të femrave, por njëkohësisht
ky partneritet ka vazhduar edhe me mbështetjen e eventeve që Federata e Basketbollit të Kosovës i organizon me FIBA Evropën edhe FIBA Botën, që janë organizime të ndryshme që Federata i mban gjatë verës. Pra për neve është shumë e rëndësishme që një partneritet i tillë është tash edhe 10 vite dhe do të vazhdojë edhe për 4 vitet e ardhshme. Pra për neve, përveç faktit që na edhe për një arsye nuk i quajmë sponsor, këta i quajmë partner, sepse gjithçka që ka bëjmë bashkëpunim me ta, edhe nuk e shikojmë atë që në shkruajmë, pra kontratën që në shkruajmë, por ne në baza ditore, javore dhe mujore kemi komunikim të hapur me ta dhe mundohemi që gjithçka ta ndërtojmë së bashku me ta. Përveç bankës TEB, e cila është partner strategjik për përfaqësuesit e Kosovës, është edhe banka ProCredit, e cila tash për vitin e dytë radhazi e mbështet Superligën, e thash edhe më herët që është gara edhe aktiviteti më i rëndësishëm i Federatës Basketbollit të Kosovës pas përfaqësuesve të Kosovës, kuptohet, edhe për neve është shumë rëndësishme që një bankë si ProCredit është bashkuar në këtë rrugtim tonin, edhe jemi shumë kënaqur që pas një viti ata kanë vlerësuar shumë këtë partneritet tonin edhe e kanë theksu që kjo nuk është sponsorizim, është më shumë se sponsorizim, është që gjithçka që kemi bërë në mënyrë të përbashkët, edhe çka është e rëndësishme për ta se edhe për bankën TEB edhe bankën ProCredit, po edhe Art Motion që e ka transformuar basketbollin fal transmetimeve direkte, është e rëndësishme që ata për neve përveç që janë partner, ata kërkojnë për neve vazhdimisht me qenë më kreative. Kjo neve na shtyn që me punu çdo herë më shumë edhe për mi mbajt ata për me qenë partner ton shumë vjeçar. Për sa i përket partnerëve të tjerë, për neve është shumë e rëndësishme që na është bashku Sava edhe Iliria në aspektin e mbështetjes Federatës Basketbollit përgjithësi, kështu që po besoj vetëm ardha çdo vit e 2-3 partnerëve të rinj në Federatën e Basketbollit e tregon më së miri që Federata nuk i shikon partnerët vetëm si shifra, po i shikon më shumë pra partner strategjik për me zhvillu basketbollin, po edhe komunitetin në përgjithësi të sportit në Kosovë. Me pas partner nuk po besoj që është shumë vështirë, po si është me i fillu bisedimet me ta, cilat janë kërkesat e tëmve, ato kontaktet e para, sa e vështirë ose e lehtë tashmë është bërë për juve? Neve na gëzon fakti shumë që kryesisht partnerët na ofrohen parët, pikërisht për eksklusivitetin edhe për popularitetin që e gëzon basketbollin në Kosovë, kështu që për neve është kjo një plus pak më i lehtë se kur na ofrohen e kërkojnë çka ofron Federata e Basketbollit për X partnerin dhe më pas normalisht që ulemi të bisedojmë bashkarisht edhe pas asaj vazhdojmë me ofertën, pas ofertës normalisht që na te kalojmë ofertën dhe te kalojmë kontratën, kështu që gjithçka fillon prej kryesisht partneritetet që Federata e Basketbollit i gëzon është që janë ata të parë që vinë, po edhe nëse ndodhet kundërta, pra që ne t'i afrohemi një partneri apo sponsori, atëherë normalisht që kjo për neve është shumë lehtë sepse basketbolli është sporti më i popularizuar dhe më i dashur në vend, edhe kur shkojmë kemi ofertën e qartë se çato të ofrojmë dhe ata nuk hezitojnë për më na u bashku. Edhe nëse nuk ndodh kjo me Federatën e Basketbollit, gjithçysh një partner apo sponsor kam ju bashku klubeve të basketbollit, kështu që për neve është e rëndësishme që gjithçka që shkon të partneritetet të mbetet në basketbollin në Kosovë. Marr parasysh shifrat e fundit të shohim që edhe Federata e Basketbollit, por edhe klubet e basketbollit janë ndër përfituesit më të mëdhenj të ligjit për sponsorizim. Cila është ideja që një partner mos më qenë vetëm partner për basketbol, për mos me qenë vetëm marketing, me qenë logo ose përfituesi një reklame në sistemin LED, po përtej asaj ndikimi në shoqëri, ndikimi në komunitet jashtë fushës së lojës. Po, secili partner që i ofrohet klubeve normalisht edhe Federatës Basketbollit, ata dëshirojnë që përveç logos që të gjitha atyre që i përmende, çka arrin kjo me shoqëri, çka arrin kjo, çysh më rin dejte shoqëria, kështu që për basketbollin është shumë lehtë. Basketbolli është shumë sporti, po më është sporti më i popularizuar në Kosovë dhe kur partnerët vinë me i shiku ndeshjet, ata me siguri se ndjejnë kënaqësi kur i shohin gjithë ata fëmijë, vajza dhe djemë tri që e përcjellin basketbollin. Edhe ato vajza djemë tri që vinë me shiku basketboll, normalisht janë pjesë ndonjë klubi që ushtrojnë basketbollin, kështu që ata shikojnë menjëherë që kjo ka ndikim në shoqërinë Kosovë, pra që fëmijët edhe të rinjt mirën me vajzat edhe djemë të rinj mirën me basketboll. Kështu që për neve kjo është e rëndësishme që me shku deri te fëmijët edhe deri te shoqëria civile që me arrit ata me pa që kjo është duke u bërë për zhvillimin e sportit në vendin tonë.
sallat e së mbushura, pothuajse në çdo ndeshje, në çdo lojë, edhe kjo është edhe një herë dëshmon që në të vërtetë basketbolli është sporti më i popularizuar. Por le të kthehemi edhe një herë tek historia e partnerëve. Po i quajmë partner më mirë, ashtu. E përmendë banka TEB 10 vite sponsor, jo e lehtë me mbajt një partner si një bankë serioze si TEB për 10 vite. Por cila mendon që a ka një shembull konkret që partneriteti ka ndikuar jashta ndryshimit në fushën e sportit, në program, në ndikim, në programe të cilat kanë qenë të vlerëshme në një formë apo formë tjetër? Mendoj se përveç faktit që na gjatë vitit i bëjmë të gjitha e përmendë reklamat e ndryshme në fanela, çkado që kanë leda, në reklama LED, në banera e krejto, janë të rëndësishme edhe raporte ndërpersonale, si komunikon me ta në bazë aditore, sa takohesh për kafe, për drekë, për darkë, si raporton, sa për ta është shumë e rëndësishme, unë në fillimet e para nuk e kum pas atë njohuri që duhet me raportu, edhe nuk ka shkru kërkon, kështu që kum fillu me raportu në baza 3 mujore, 6 mujore dhe 1 vjeçare tek partnerët tonë, atëherë ata e kum pas që angazhimi tyre është shumë i madh dhe thonë, po atëherë na mundemi me bë këto vitin tjetër, na mundemi me bë këto, kështu që po mendoj që këto marrëdhënie ndërpersonale që krijohen për vite të tëra, si me bankën TEB, si me bankën Procredit, si me Art Motion, si partnerin tonë medial, që pa të cilën sigurisht se basketbolli s'kish me arrit një popularitet të tillë, po mendoj që raportet që i krijojnë me ta janë shumë të rëndësishme. Kemi shumë partner, po për partnerët të cilët potencialisht janë duke shikuar emisionin, pse ata duhet me ardhur dhe me qenë partner të Federatës Basketbollit? Pikërisht për platformën që na e ofrojmë, Federata e Basketbollit është një prej organizatave sportive, mos them organizata sportive më organizuar dhe më profesionale në vend. Standardet që Federata e Basketbollit i ka vendosur në sportin Kosovë janë shumë të larta dhe na normalisht që nuk dalemi me kaq, kështu që integriteti, transparenca, marrëdhënie që kemi kriju me partnerët që i kemi tash dhe me ata që pretendojmë me kriju, po besoj që për ta është shumë e rëndësishme me qenë edhe na bëjmë thirrje që me qenë pjesë e Federatës Basketbollit dhe nëse jo Federatës atëherë te klubet apo shoqatat që janë pjesë e komunitetit basketbollit në Kosovë. Në vizionin tënd personal, qysh kishe me përshkru partnerin ideal për Federatën e Basketbollit? Ne tashmë i kemi disa partner ideal, edhe synojmë me bo edhe të tjerë, pikërisht vlerat e përbashkëta që i ndajmë me partnerët aktual që i kemi, e bën që ato që me qenë vizioni dhe misioni jo vetëm i imi, po i Federatës Basketbollit që një partner që investon në shoqëri, investon në gjenerata të reja, që kjo është për neve shumë e rëndësishme, investon në flagship si të Federatës Basketbollit në garën më të rëndësishme, investon në vajzat e reja, investon në basketbollin femnor përgjithësi, kështu që investon në basketbollin bazë që për neve është shumë e rëndësishme, kresë rrugës për ndryshe, kështu që krejt këto e përbojnë në vlerat e një partneriteti ideal. Po. Jemi në prag të lansimit të planit strategjik 2026 në fakt 2030. Çfarë drejtimi po merr Federata e Basketbollit në 5 vjeçarin e ardhshëm? Kjo është tema që mas shumë të pëlqen me folë, është që na kena punu në vitin 2020 gjatë kohës së Covidit, kemi punu në planin strategjik së bashku me Federatën Ndërkombëtare të Basketbollit për planin strategjik 2021-2025, edhe kur e kemi hartu, kemi punu dikon 8 muaj dhe kemi punu ma shumë në ajër. Kemi punu në gjëra që nuk janë të prekshme, por nuk e kemi di që a janë të prekshme apo nuk janë të prekshme, kemi pas synime shumë të mëdha, edhe kur e kemi bo vlerësimin e planit strategjik 2021-2025, e kemi pa që kemi arrit me realizu dikon 60%, por për neve ka qenë shumë e rëndësishme që e kemi marrë këtë feedback prej vetës, edhe kemi pranu, kemi thonë që kemi arrit me realizu një plan strategjik dikon 60%, dhe çka s'kemi arrit me realizu, pse nuk e kemi realizu. Kështu që për neve fakti që kemi pas një plan strategjik, edhe që kemi bo vlerësimin, tash është shumë e rëndësishme që Federata e Basketbollit ka arrit me reflektua dhe me u fokusu në zhvillimin edhe edukimin e trajnerëve, që është për neve qëllimi kryesor ndër 5 qëllime që i ka plani i ri strategjik. Pas zhvillimit dhe edukimit të trajnerëve, për neve është normalisht që duhet të kemi trajnerë të zhvillojmë të edukojmë, jo që nuk i kemi të edukuar, po të fuqizojmë ma shumë edukimin e tyre, atëherë të punojmë në zhvillimin edhe identifikimin e talentëve të rinj, edhe për të kriju kuadra të rinj për përfaqësuese, për klube, për të gjithë.
dhe më pas është basketbolli, fuqizimi i basketbollit të vajzave dhe grave, fuqizimi i klubeve dhe basketbolli për të gjithë. Kështu që për neve është shumë e rëndësishme që kemi arritë me identifiku që ne duhet të fokusohemi në fuqizimin edhe zhvillimin e trajnerëve edhe përmes tyre më pas edhe të basketbollistëve. Kryesore këto 5 vitet e ardhshme ka me qenë ndërtimi i kapaciteteve që po i bie kapaciteteve si trajner, refer dhe më pas edhe basketbollistë dhe basketbolliste. Një fushë ku Federata e Basketbollit Kosovës bën hapa të mëdhenj është edhe basketbolli 3x3. Organizime vendore, ndërkombëtare, pjesëmarrje, projekte enkas për basketbollin 3x3. Përmendëm edhe lojrat mesdhetare, e cila do të jetë si disiplinë e veçantë në lojra mesdhetare, cili është qëndrimi i Federatës Basketbollit drejt kësaj disipline. Ne tash e sa vite jemi duke organizu evente të 3x3, po ende nuk po arrim deri te suksesi, çka është edhe qëllimi ynë kryesor normalisht, po tash përmes strategjisë 2026-2030 për zhvillimin e disiplinës 3x3 drejt lojrave mesdhetare, e cila është kërkuar nga Komiteti Olimpik i Kosovës edhe nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sportet, të cilën Federata e Basketbollit e ka hartuar, atë synimi jon ka me qenë përveç vazhdimit të organizimit të eventeve, të cilat e bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme, ka me qenë edhe fuqizimi i përfaqësuesve 3x3 të gjeneratave 3-ja, U19, U23 edhe të seniorëve në mënyrë që deri në vitin 2030 ndërtojmë 2 përfaqësuese të dyja konkurrencat meshkuj dhe femra që me arrit sukses. Suksesi për neve në 2030 matet njëra prej medaljeve, pra qoftë medalja e artë, argjend apo e bronzta, për neve kjo do të jetë synimi i Federatës Basketbollit. Në aspektin e komunikimit publik, Federata e Basketbollit Kosovës është edhe një fushë tjetër ku është jashtëzakonisht e fuqishme. Lansimi i basketbollit 3.0, ndarja e faqeve nga ajo përgjithshme tek Kosova Women Basketball, sa ka ndiku këto në perceptimin e basketbollit kosovar sot? Kur folem për partneritetet pjesën e parë, sigurisht se partneritetet kanë ndikim këtu, sepse veç fakti që ne investojmë shumë në aspektin e provimit, vizibilitetit edhe marketingut, do të thotë shumë edhe për partnerët, sepse ata kanë shumë qartë që vlerat e tyre kanë mu shfaq në kampanja dhe në mënyra të ndryshme të cilat Federata e Basketbollit i lanson në baza ditore, javore dhe mujore, kështu që po mendoj që veç fakti që ne investojmë shumë, atëherë partnerët e kanë më të qartë që do të marrë te Federata dhe me punu në drejtim të përbashkët për fuqizimin e vlerave tona. Fakti që Federata prej fillimit, pra prej vitit 2015, kur Federata e Basketbollit është bërë antare e Federatës Ndërkombëtare të basketbollit, ka qenë gjithmonë standard që Federata investon në platformat media sociale, po njëkohësisht edhe në faqen zyrtare të saj, kështu që po në 3 vitet e fundit ne më shumë jemi duke punuar në këtë aspekt, sidomos në fuqizimin e basketbollit femnor përmes promovimit të vizibilitetit edhe duke i ndarë mediat vetëm për media sociale, vetëm për basketbollin femnor, edhe po mendoj që në këtë aspekt jemi federatë edhe organizata sportive rol model, edhe rëndësishme është që nuk kemi duke bërë vetëm ne si federatë e basketbollit, por duke të njëjtën rrugë tash e 2 vite janë duke ndjek edhe klubet e basketbollit femra, qofshin ato të Superligës femrat apo të Ligës U21 dhe të ligave të kategorive 3-ja. Kështu që është shumë mirë që ata po ndjekin misionin që na jemi duke bërë. E përmendëm fillim që Federata e Basketbollit Kosovës është federata e parë sportive e cila ka lansu podcastin në rrjet. Na tregoj pak më shumë për idenë, si erdhi ideja dhe qëllimi i podcastit. Qëllimi i podcastit është shumë i qartë, është një zë për komunitetin e basketbollit. Kur tham për komunitetin e basketbollit është që fokusi më i madh në podcast ka me qenë zëri i basketbollistëve dhe basketbollistëve, por edhe atyre që kontribuojnë në basketboll, në këtë rast drejtorat, zyrtarët e ndryshëm të klubeve që kontribuojnë në baza ditore për zhvillimin e basketbollit në Kosovë, kështu që për neve është shumë e rëndësishme që jemi shumë të lumtur që jemi organizata e parë sportive që e ka lansuar një platformë të tillë dhe si ide ka ardhur fal bashkëpunimit shumë të mirë që kemi tash 3 vite me kompaninë Shiki Studio, e cila përveç kreativitetit të ndryshëm që e ka për zhvillimin edhe fuqizimin edhe promovimin e basketbollit vajzave dhe edhe grave në Kosovë, që fokusi më të madh tash e ka pas aty, ato kanë ardhur me idenë që me realizu një platformë e cila ka me qenë një mundësi që basketbollistët kanë me shpreh mendimin e tyre për zhvillimin e basketbollit në Kosovë. Neve na gëzon fakti shumë që edhe organizata të tjera sportive tash po fillojnë me realizu podcastat të tillë, po është për neve është shumë e rëndësishme që ne e kemi filluar dhe jemi të parët në këtë drejtim.
Patjetër. Shpesh herë në biseda përmendin rëndësinë e shkollimit edhe avancimit të stafit. Si është transformu federata prej kohës kur ka arti në strukturë, në staf deri tani me krejt investimet që është bë në zyrën ekzekutive, por jo vetëm. Për Federatën e Basketbollit Kosovës, prej vitit 2017, kur jam në këtë pozitë, ka qenë shumë e qartë prej kryetarit Fetaho, Valtonit, Lindjes, prej personave këtë që në baza ditore kontribuojnë për Federatën e Basketbollit dhe për zhvillimin e basketbollit në Kosovë, ka qenë shumë e rëndësishme që zyrtarët më të lartë, menaxhmenti më i lartë i Federatës me u shkollu dhe mu avancu në mënyrë që më pas me vazhdu me pjesën tjetër të zyrës, sepse vetëm në këtë mënyrë atëherë arrim që me kriju një organizatë sportive profesionale si që jemi ne tash. Fakti që unë e kom pas mbështetje shumë të madhe për edukim edhe për shkollim nga kryetari edhe nga anëtarët e tjerë të bordit, mu më mëson shumë, sepse më pas falë për krahas të tyre, çdo moment që ka ardhur diçka nga FIBA apo nga Komiteti Olimpik i Kosovës, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, unë e kom bartë që të njëjtën gjë me bëhet dhe stafi i federatës, dhe sot jam shumë e lumtur që secili anëtar i stafit është i pavarur në detyrat që i bën edhe që arrin me realizu falë këtyre edukimeve dhe të mbështetjeve që ka pas prej bordit edhe prej meje. Në aspektin organizativ e përmende edhe ti, por besom që është përmendur shumë herë në këtë podcast që jemi ndër federatat më të organizuar, ndër federatat më transparente, cila është filozofia jote e leadershipit për Federatën e Basketbollit? Në fakt na kemi kjo fillon për hierarkisë, vetë bordi i federatës është shumë transparent edhe janë detyrat shumë qarta, kështu që prej kryetarit, bordit, zyra ekzekutive dhe më pas përmes meje që të gjitha vendimet që mirën ato zbatohen në përpikëri, po unë po mendoj që puna ditore dhe puna e qetë edhe angazhimi maksimalit të gjithëve edhe puna ekipore, sepse pa punë ekipore normalisht që nuk ishëm me arrit me pas sukses. Unë shumë shpesh në qarkun sportiv dhe gjëja Elvir brava e ke bë këto, unë shumë e qartë është ajo që unë këto nuk i kam bë vet, as bordi nuk i ka bë vet, por kjo është fal krejt hierarkisë prej kuvendit, bordit, kryetarit dhe më pas edhe zyra ekzekutive. Pra bëhet fjalë për punë ekipore dhe leadershipi është shumë i qartë që nëse ka punë ekipore atëherë gjithsesi se kemi arrit me pas sukses, e për neve suksesi është që kemi një organizatë më suksesshme sportive në Kosovë. Elvira, nëse flasim për projektet aktuale, çka Federata e Basketbollit Kosovës është e angazhuar në 2 muajt e fundit vitit 2025 dhe çka e pret me prioritet në vitin 2026? Fokusi normalisht që këto ditë ka me qenë ndeshjet e para kualifikimeve për Eurobasket 2029, fakt ndeshja, sepse Kosova ka vetëm një ndeshje, edhe fati ka deshje me lujt kundër Shqipërisë në Shqipëri, po besoj që ka me qenë një festë e përbashkët, ka me qenë një lojë shumë e mirë, por në fund që kena me fitu na, kështu që aty kjo është synimi, pas asaj normalisht që kemi Superkupa Femnat, që është shumë rëndësishme si garë dhe ka me pas rivalitet madh dhe në fund krejt ka me qenë laureatët me cilën kemi përmbyll vitin 2025, është që është një festë, jo vetëm që i shpallën më të mirë, po kemi pas rastin me qëndru bashkë me komunitetin, me i dha dy fjalë, me kritiku, me pranu kritikën, edhe lavdatat, pse jo, kështu që me pa dorim prisim këto aktivitete të ardhshme. 2026 prioritetet? 2026 prioritetet dhe thash për neve më është prioritet që me finalizu deri në fund vitit 2025 strategjinë dhe më pas fillim të vitit me miratu kuvendi që është organi më i lartë i Federatës Basketbollit dhe më pas me fillu me punu e besëm që kemi shumë punë. Kështu që unë me pa dorim po pres me fillu jo viti po pas miratimit të strategjisë me fillu me punu sepse ka me qenë një punë e përbashkët, jo vetëm e zyrës ekzekutive, po ka me qenë një punë e përbashkët e gjithë akterëve të basketbollit që janë të përfshirë në zhvillimin e këtij sporti. Mas krejt kësaj bisede serioze, po mendoj që ka arkuar me bu bisedën pak më personale. Me pat Elvirën që pak herë shohim. Në krejt këtë vite karrierë, si basketbolliste, si udhëheqëse, si sekretare e përgjithshme e Federatës Basketbollit, cili është momenti që ti ndihesh krenare shumë për veten, për punën tënde? Fakt, nuk e dia krenara që nina mas mirti është kur shkojnë palestër. Unë punoj shumë zyre, ndoshta po ditë që i kaloj ka 12 orë zyre, po momenti kur him palestër ndroj krejt. Edhe mas shumë të që më gëzëm palestër është kur shkojmë me përcjell basketbollin e femnave, aktivitetet e femnave, ngjarjet e vajzave të reja që janë deri në 15-16 vjet nëpër shkolla përmes projektit Hervoll të Rusë dhe kur kom rastin me u fol kur kom fillu më marrë me basketboll, sa kom qëndru në basketboll, pse jam basketboll ende, edhe çka është misioni jam, edhe më bën të lumtur që më tregu që ato do të më vazhdu edhe nëse nuk dojnë
me lujt si basketball aktiv, atë me qëndru basketball, sepse për në me sporti të afron një mundësi që nuk të afron ndonjë sferë tjetër e jetës. Kështu që ato janë momente që në mas shumë të kënaqshme kur shkoj me kalu kohë me vajzat, edhe në aktivitetet që organizojmë për vajzat. Pak e vështirë, por me 3 fjalë, a mundesh me na përkufizu basketbollin? Çka është basketbolli për ty? Energji, unitet edhe mundësi. Energji ose basketbolli është, kur shkoj me shiku basketball, është ton kohën, dikush është të jep kosha, kështu që ta jep një energji qoftë pozitiv, nëse je tu fitu ta jep pozitive, nëse je tu ta jep negativ, po gjithçka ka me qenë energji. Unitet është që për ne na baza ditore punojna me klube, punojna me komunitetin ton, ka kritika, ka gjithçka ndodh, po në fund jemi të bashkuar. Qëllimi jonë i përbashkët është zhvillimi i basketbollit. Kështu që në baza ditore, pavarësisht këtij ngjarjeve që ndodhin gjatë ditës, në fund ditës, unë kur shkoj prej punës në shtëpi, them, ok, jena tu punu për basketbollin, në çfarë mënyre zhvillohet, duke kritikuar, duke punuar së bashku. Kështu që ajo është që na bashkon. Edhe mundësi, basketbolli është mundësi. E përmenda më herët që kur shkoj në aktivitetet të vajzave të reja, ju foli për krejt të arritura që i kom pas në karrierë prej vitit 1996 që kom qenë jam bashku me basketbollin, atëherë ju tregoj që kjo është një mundësi shumë e mirë për to, edhe i lidhi gjithmonë që kjo është mundësia që mundet m'ju jap një herë në jetë, nëse e pranojnë mu bashku me basketboll, atëherë ka me qenë diçka që kam ja ndryshu jetën. Shumë vite aktive si basketbolliste aktive, por edhe shumë vite pjesë e Federatës Basketbollit Kosovës. Në mes basketbollistës dhe sekretarës së përgjithshme, cila do të ishte zgjedhja jote? Po basketbollistja ma ka jep disiplinën, kështu që po besoj që është shumë e rëndësishme. Edhe sekretarja ma ka jep misionin për me zhvillu basketbollin, kështu që njëna pa tjetër nuk bojnë. Kështu që po menoj që kjo janë të rëndësishme që e kom fitu disiplinën, pas disiplinës ma ne kom vazhdu edhe kom arrit që me synu misionin për me zhvillu basketbollin. Shumë në lumtur që jam pjesë e komunitetit basketbollit tash e vitin tjetër i bëj 30 vite, kështu që po besoj që kjo veç fakti që jam pjesë e një komuniteti kaq mirë më mëson shumë edhe në baza ditore jetoj edhe shijoj këtë mundësi. Një kombinim shumë i mirë. Elvira, faleminderit shumë për intervistën, për energjinë tënde, se edhe te keni energji shumë të mirë. Kur të fitoj. Për frymëzimin edhe motivimin që çdo ditë kemi fatin me pa në zyre ekzekutive, por edhe jashtë saj. Faleminderit shumë edhe një herë. Po e përmendë zyrën ekzekutive, po du për fond me cek që stafi Federatës Basketbollit, jo pse është stafi që unë punoj në baza ditore, po është stafi që mas shumë të punon edhe është stafi më i lumtur edhe stafi më i angazhuar dhe stafi që me punën që e bën baza ditore më bën mu me qenë lidere e sukseshme, pastaj edhe kryetarin, edhe bordin, edhe në fund edhe basketbollin në përgjithësi. Faleminderit. Faleminderit shumë ty. Kaq nga kjo epizod të rjetë bashkë me mua Rezi Ksiku dhe me mysafirën tonë Elvira Dushku, sekretare e përgjithshme e Federatës Basketbollit. Për të rejat e fundit, ju mos harroni të vizitoni Kosova Women Basketball dhe Kosova Basketball Federation. Nëntori na sjell Dardanet në skenë, ku ata ndeshën lojën para kualifikuese me Shqipërinë me datë 30 nëntor nga ora 18.